Aksident tragjik në Itali humbi jetën 42 vjeçari shqiptar, baba i 2 fëmijëve. 2 persona kanë humbur jetën si pasojë një aksidenti të rënd rrugor të ndodhur në orët e para të pasdites në komunën e Pastoranos në Itali. Mes viktimave është edhe një shtetas shqiptar identifikuar si Xhevdet Bakushi. Aksidenti ndodhi gjatë rrugës shtetërore Apia, pranë kryqëzimit me rrugën shtetërore Casilina dhe pikës së pagesës së autostradës Capua. Sipas mediave italiane, një automjet që dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të lartë u përplas fuqimisht me mjetin ku ndodhej 42 vjeçari shqiptar. Përplasja ishte shumë e fortë, duke shkaktuar dëmtime të mëdha në automjet. Njëri prej viktimave u përplas disa metra larg mjetit si pasojë e goditjes, ndërsa 2 personat humbën jetën në vendngjarje. Xhevdet Bakushi, banori Pagnatoro Maggiore, ishte punëtor në Itali, martuar dhe baba i 2 fëmijëve të vegjël. Lajmi për vdekjen e tij ka shkaktuar tronditje tek familjarët dhe komuniteti ku ai jetonte. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur dinamikën e plotë të aksidentit dhe për të përcaktuar shkaqet që çuan në përplasjen fatale.